Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me ju të nderuar vëllezër dhe motra. Takohemi sërish me videon tonë të radhës, e cila ka të bëjë gjithashtu me njërin prej smundjeve të zemrës, e që quhet mendjemadhësi. Mendjemadhësia është kur një krijesë si njeriu, që është krijesë e vogël, krijesë e dobët, ta shikoj veten mbi të gjithë të tjerët, dhe natyrisht të gjitha ato meritat të cilat Zoti ja ka dhuruar njeriut, mendjemadhi fillon dhe t'i shikoj sikur ato janë merit e tij e jo dhunti dhe dhuratë nga i Madhi Zot. Por çfarë dëmi ka mendjemadhësia? Duhet ditur se i Madhi Zot nuk i do njerëzit mendjemdhej. Prandaj dhe në Kur'an thot, Inna Allahe la yuhibbul mustakbirin. Me të vërtet, Allahu nuk i don njerëzit mendjemdhej, apo nuk i don arrogantët. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nuk do të hyjë në xhennet ai njeriu i cili në zemrën e tij ka sa grimca e mendjemadhësisë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men tawada'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Ai i cili bëhet modest për hir të Zotit, Zoti do ta ngritë të lartë. Por ai i cili është mendjemadh, Zoti do ta ulë atë dhe do ta poshtrojë. Nëse shikojmë Kur'anin famlar dhe historitë të cilat përmenden të njerëzve mendjemdhej dhe arrogant e mizor, do të gjejmë dy shembuj të cilat i përmend Kur'ani famlar. Në historinë njerëzore mund të gjejmë shembullin e Nemrudit, i cili ishte njeri mizor dhe i shikonte njerëzit si skllëbërët e tij. Ai ishte ndër njerëzit më zullumçar të asaj kohe, mirëpo dhe njerëzit filluan që të unin veten e tyre karshi këtij mizorit të asaj kohe. Gjithashtu shembull kemi edhe shembullin e Firaunit, ku në Kur'an thuhet fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Firauni i të bëj njerëzimin për rreth tij dhe u tha, unë jam Zoti më i lartë i juaj. Ai duke parë që turma e madhe po e besonte atë që ai shprehte dhe u thoshte njerëzve, filloi që të quante veten Zot. Filloi të thoshte njerëzimit se këtë civilizim dhe këtë përparim e kanë arritur në sajt e tij, prandaj dhe meriton që të quhej Zot sipas mendimit të tij. Dhe populli këtë e besonte. Në kohën e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të sjellim dy shembuj të njerëzve mendjemdhej dhe arrogant. Fillimisht në epokën kur Muhamedi alayhi salam jetoi në Mekë, një prej njerëzve më arrogant, me mendjemdhej ishte Ebu Xehli, i cili edhe pse njihte pejgamberin alayhis salam, edhe pse njihte realitetin e tij, për shkak të mendjemadhësisë ndaj tij dhe për shkak të inatit që kishte, nuk arriti të besojë dhe të pranojë misionin që kishte sjellur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe si i tillë vdiq duke qenë pabesimtar. Kurse shembulli tjetër është shembulli kur Muhamedi alayhis salam jetoi në Medinë, dhe një prej atyre ishte Abdullah ibn Ubej ibn Selul, i cili ishte kreu i hipokritëve të Jethribit të asaj kohe. Abdullah ibn Ubej ibn Selul mendonte se në një kohë shumë të afërt të bëhej udhëheci dhe lideri i Jethribit, por në anën tjetër lindi dielli i pejgamberisë në horizontin asaj kohe dhe Muhamedi alayhis salam erdhi në Medinë duke u shndruar në njeriu më të dashur të asaj kohe në Medinë, mirë për anën tjetër rrethohej me njerëz hipokritë siç ishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, edhe pse ishte afër tij dhe rrinte me të, ai ndjente një lloj urrëtie të msheft ndaj pejgamberit alayhis salam, dhe për shkak të arrogancës së tij dhe për shkak të mendjemadhësisë së tij, edhe ai vdiq duke mos pranuar realitetin që solli i dërguari i fundit njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është edhe një smundje tjetër që quhet gjithashtu smundje e zemrës,
për arsye se ka një lidhshmëri të madhe me mendjemallsinë që e diskutuam edhe më herët. Ajo është ujbi apo vetpëlqimi. Por çka është vetpëlqimi? Vetpëlqimi është të pëlqesh çdo veprim tëndin që ke bërë në jetë dhe të mendosh se ti je mbi të tjerët, pa marrë parasysh se si janë ata, dhe kjo të bie në moment që të mohosh meritat e Zotit, dhuntitë e Zotit që të ka dhënë ai, dhe të mendosh se çdo gjë është nga vetja jote. Nëse dikush tenton dhe mendon se duhet të flasë për veten e tij gjithmonë dhe në çdo ndej apo çdo vend ku ai gjendet në një shoqëri ku bisedohet, mundohet që të tërheqë vëmendjen e të tjerëve, në fakt kjo është një smundje mendore, një smundje shpirtërore dhe një smundje besimore, sepse me këtë ai tenton që të ketë një lloj lartësimi nga njerëzit të cilët e rrethojnë. Por cili është ilaçi i gjithë kësaj? Ilaçi i mendjemallësisë, ilaçi i vetpëlqimit? Natyrisht, ilaçi i gjithë kësaj është përulësia. Pra njeriu duke qenë i përulën ndaj Zotit fuqiplot, duke qenë i respektuar karshi njerëzve që rrethojnë, karshi besimtarëve me të cilën ai vazhdimisht është me ta, atëherë nëpërmjet kësaj do të arrijë në një moment që ai të arrijë vlerën e përulësisë dhe si rrjedhoi ta doj edhe Zoti, ta doj edhe i dërguari i Zotit, por ta duan edhe besimtarët njeriu e devotshëm, njeriu e sinqert dhe njeriu i cili është i përulur karshi urdhave të Zotit. Allahu xhaleshanu në një hadith kutsi thot: El kibriyau ridai wal azmatu izari faman naza'ani wahidin minhuma alqaituhu fi an-nari. Madhështia është manteli im, krenaria është rroba ime. Kush më sfidon në njërin prej këtyre dyjave, do ta hedh në zjarr. Njeriu është krijesa më e lartë të cilën ka krijuar Allahu xhaleshanuhu. Ai është një krijesë e respektuar dhe si e tillë duhet të ketë kujdes në jetën e tij dhe të ketë një lloj sjellje e cila e bën atë të tillë. Dhe Zoti në Kur'an thot: Inna akramakum indallahi atqakum. Me të vërtetë, më i larti tek Zoti është ai më devotshmi. Të gjitha këto gjëra të cilët e nxisin njeriu në mendjemallësi, si pasuria, pozita, bukuria e tjera, janë një mirësi e të madhe të Zot, dhe njeriu nuk duhet asnjëherë ta shohë atë si pjesë të vetvetes së tij, apo arritje nga ana e tij. Njeriu këtë duhet ta shohë gjithmonë si një dhunti nga i madhi Zot. Njeriu duhet të ketë një jetë e ekuilibruar, duhet di se si të sillet. Ai duhet të jetë gjithmonë karshi i Zotit e përulur, me respekt për besimtarët, por asnjëherë nuk guxoj t'ia lejoj vetes që të bijë në atë gjendje që t'i përulet njeriut apo t'i robrohet njeriut. Sepse nëse bie një pozicion të tillë, ai e ka ulur autoritetin e të qenurit njeri. Por cila është rruga e drejtë e njeriut, apo cila është mesatarja që njeriu duhet të ketë në këtë rast? Natyrisht, gjë kryesore është që njeriu të jetë i përulur ndaj Zotit, pastaj nuk guxojmë asnjëherë që t'i përulemi të tjerëve apo t'i servilohemi të tjerëve për interesat e kësaj botës, por duhet jemi modest. Dhe këtë më së miri na ka treguar Aisha radiallahu anha, kur tregon se kur Muhamedi alayhis salam hyri në Mekë si triumfues, asesi nuk shprehi mendjemallësi, saqë balli i tij dhe shpreki shalën e kalit. Bediüzamani ka thënë: duhet ta shohësh veten si ajo deg e thatë e hardhisë. Ashtu siç frutat nuk mund të krenohen me degën e saj, e cila është e varur aty, ashtu dhe njeriu nuk duhet të krenohet me veprimet e veta. Ai nuk duhet ta shetë se është i dalluar, po i veçantë me një mirësi që Zoti ja ka dhënë, por duhet të thotë që kjo është një mundësi që më është dhënë nga Zoti për shkak të dobësisë time, për shkak se unë e meritoj një gjë të tillë se unë jam i varfër, karshi asaj mirësie
dhe Zoti ma ka dhuruar një gjë të tillë. Së fundmi, njerëzit janë mendjemëdhej për shkak se vuajnë nga inferioriteti apo nga vlerësimi personal. Prandaj, meqense se nuk e gjejnë atë ku duhet, fillojnë që të bëhen mendjemëdhej për shkak të mirësive që Zoti ju ka dhënë atyre. Për një besimtar të vërtet, të gjitha ato dhurata që ja ka dhënë Zoti nuk duhet të vi asnjëherë një moment kompleksi. Ai i beson ato si dhurata dhe e falenderon Zotin për mirësi që e ka dhënë, duke mos treguar asnjëherë mendjemasi, karshi të tjera për shkak se Zoti ja ka dhuruar ato dhurata. Ai e di se është njeri me besim dhe është i vetëdijshëm se është duke bërë një shërbim të cilën Zoti ja ka mundësuar të bëjë atë. Prandaj shpërblimin e kërkon vetëm nga Zoti i tij. I nderuar miku im, nëse Zoti të ka dhuruar pasuri, bukuri, famë apo pozitë të lartë, mos u mburr me të. Përkundrazi, falenderoje Zotin për atë mirësi dhe bëhu i përulur karshi Zotit. Në fund, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke ju ftuar që edhe me tutje të abonoheni në kanalin tonë në YouTube dhe të jemi edhe me tutje bashkë me videot tona të radhës. Deri në takimin tjetër, ju lënë në mëshirën e të Madhit Zot.